dalë të rinë pa fund për Gudetit, shkolla dhe bëjnë sport. Një nga gjërat që më pëlqen shumë në Spanjë është që në Kopësht, se unë kam pas marrin këtu 2 vjet e gjysmë në Kopësht, i edukojnë me sporte të ndryshme. Dhe prandaj këto janë popull që kanë trup shumë të mirë, janë shumë vital, janë kreativ, edhe popull shumë energjik, do të thoja. Dhe nuk shoh asnjëherë të rinj që rrin me celular në dorë. Shifja sa të organizuar që janë. Është plot për plot breakdate me të rinj që bëjnë sport. Tash në kohën time, se unë 85-a jam, apo 86-a more jam. Unë kam kap kohën kur dilni me kilota të zeza të vogla dhe me bluzet bardhë, dhe orën e parë të mësimit e kishim fizikulturë, nuk e di janë ndodhë më kjo në Shqipëri. Po, mendoja që vitin tjetër, shtatorin tjetër, Amari është 6 vjeç dhe do hyn klas parë. Dhe sigurisht që ka filluar që tani shqetësimin çfarë shkolle do ta fuz, dhe dua një shkollë pa iPad, pa celular, pa teknologji shumë të lartë. Do doja një shkollë pak arkaike, kështu old school, që ka fizikulturë, që ka sporte, që ka muzikë, që të rrit kreativitetin, të rrit energjinë, edhe në fëmijën të lirë që të shkojë drejt motive që ka. Se teknologjia tani po i pret këto rrugë dhe po i bën fëmijët përtas, dhe jo vetëm fëmijët pak, po dhe ne. Memoria na ka lënë sepse kemi celularin dorë të gjithë. Çdo gjë që na duhet e klikojmë dhe e gjejmë dhe nuk kemi nevojë ta mbajmë mend. Dhe kështu do psohet memoria. A më sugjeroni shkolla të tilla edhe pse jam një vit para?